Hala nuk o martu, veç e ka gjetë një qikë që 2 vjetë është të kalu me ta. E qika, jo as qika nuk o martu, veç është në lidhje që 2 vjetë është në lidhje me një djallë. A din që ka i bjen kjo në islam? Qëto shprehje është në lidhje që 2 vjetë. është të kalu me një qikë që 2 vjetë. Djallë ose qika. A din që ka të me thonë kjo në dinin e Allahot e Azogjel. Po kam qef me ka në qartë, po shkak se shpesh e nin babën ose nanën të kalzu edhe me plot krenari. Edhe me kë nuk u martu hala, po është në lidhje. A din që ka i bjen kjo në islam? Që ka do me thonë kjo fetarisht? Kjo i bjen që djali jam nuk u martu hala, po që 2 vjetë është të bo zina me një qikë. E qika i bjen, kur thësh që qika jam është në lidhje që 3 vjetë, i bjen si ku kur thu fetarisht, i bjen si ku kur thu hala së martu, po që 3 vjetë është të bo zina me një djallë qatje, dykojna. Eran kja po, eran, pajtohena, po qata dhe po të thamë, që spaku kur të falsh me di qka jetë të thonë, fetarisht, ti si musliman, kjo është zina e qartë. Një me zina, por një me kam, kjo është taman zina. Vese dalimi është që ti pedin që djali jëtë është të bo zina, ose qika jote, kjo është dalimi prej atina që nuk e din heq që është të bo zina. Kjo është dalimi krejt. Tash, vime edhe të një pik tjetër. Kjo është të bo zina, po, e qartë, u pajtove. Tash, dikush ka mundësi me thonë, po na jena njoftu familjarisht. A din çka i bjen kjo në islam jena njoftu familjarisht. I bjen që ti e din fort mirë me qikun e kojna është të ba djali e zina. Ose në tjetër anë, ti e din fort mirë me djalin e kojna është të ba qika jote zina. Kur thësh jena njoftu familjarisht. Në islam nuk ka, jena mledh një natë, jena njoftu u ka në djali, u ka në dikush, të na shqiptarë që është të funksionan, ka në një 2-3 gra që aty, edhe një baba e sa në ke aty, jena njoftu, tybe kalu mirë. Që ka është, tybe nuk ishe njerës të kja, që kalu mirë. Nuk egziston kjo në islam. Edhe në qofë se egziston, kësajna e thuhet keni hangër dark bashk me prindrit e atina djali që po banë zina që i ka ju, ose në anën tjetër. Ma banë Allah që po foli kështu. Po kam qef me ka në qartë. Se edhe na keme vlad, Allah në arruj gjithmonë, dhe ma nuk është e letë me folë për mu kështu, po kam qef se ma mërmenja që qështu e kuptan fort mirë, për që ata po folë me ty në qitë formë, do me thënë larkë ty në muslimant. Kjo pi bjen që më njoftu familjarisht, nuk do me thonë kurgja, më njoftu familjarisht, nuk do me thonë hala kurgja o musliman, hala kurgja nuk e bati që e njoftu familjarisht. Ato janë fjalët qarta të cilat duhet me i thanë në kushtet e martesës, për me kanë valide, por me vlet ajo, ato janë fjalë qarta që duhet me thonë. Po ta marr një shembull e di që është i keq. Po veç sa me mujt me kuptu. Ti po don me bleni kerr. Ti e dal me ato që veshet kerrën. Ke pi kafe, këna tyve nuk është djali i keq. Nuk u do ke që të tradhton. A ke ble kerrën? Jo. Ai do të me thonë po ta shes kerrën. Ti do të me ble kerrën. Thash shembull i keq. Ama me këta kupton. Do më thonë, ai do të me u shprej qartë që po donë me shit kerrën. Ti do të me u shprej qartë që ti po pranon me ble kerrën, mirë një vesh e blen kerrën. E qartë? Në përgjësi shqitblera funksionon qështu. Ta një dëshmitartë, na nuk po shkojna maknina. Veç po du me të kalzu që mo njoftu nuk ke bo kurgja. Baba ose do të folëm, insha Allah, kur të folëm për kushtet e martesës, do të bojna eksa nja, inshallah, me lejen Allah Azugjel, nëse na mundson Allah Azugjel për kushtet e martesës, ato folëm tani në detaje se që është bëhet, ama veç të kish me dije që jena njoftu, nuk do me thonë kurgja. Baba ose daja ose dikush që është përgjegjës për qikën, do të me thonë, une për pranoj, me të adhanë qikën, me të adhanë mesën teme, për grue, edhe aj do të me thonë djali vetë, ose aj që është përgjegjës do të me thonë, na për pranojna, qikën e filanit, po grue, edhe po martohen, këto e në shprehje qarta, ose të ngjajshme me këto shprehje diçka që janë qarta. Nuk do me thonë që do të me kanë si alfabet që duhet me thonë që jo, veç do të me kanë shprehje qarta që po pranon me të dhanë qikën për grue, me martu këta dy, edhe këtë do të me thonë
fjalë qarta të cilat kuptojnë që po pranojna me marrë qikën e ju për grua ose ngjajshme me këto. Tash edhe njëherë, po këto do të folëm në mënyrë veçantë. Tash, si pyetje, do të bëjmë edhe një video të shkurt me lejen e Allahut Azza wa Jall, çka me bë me këta dy, ta që 3 vjetin bashk. A kanë drejt më martu këta dy? Do të bëjmë një video me lejen e Allahut Azza wa Jall tjetër, Allah Azza wa Jall na lehtësoft, na ndihmoft gjithmonë.